Doni të largoni erën e hudhrës nga goja, kjo recetë do ju shpëtoj. Studiuesit amerikan kanë zbuluar se ushqimet që luftojnë në mënyrë më efikase erën e pakëndshme të hudhrës vërtet ekzistojnë. Shkencëtarët arritën në përfundimin se mollët, lëngu i limonit dhe mentja janë më efektive, ndërsa çaji i yeshil, majdanozi dhe spinaçi gjithashtu mund të ndihmojnë. Gjetjet e tyre bazohen në një grup vullnetarësh që hëngrën hudhër të gjatë dhe më pas studiuesit matën 4 përbërës në frymën e tyre që shoqërohen me aromën e saj karakteristike. Nga të gjitha ushqimet e testuara, molla dukej të ishte jashtëzakonisht efektive. Sipas shkencëtarëve, kjo ndodh për shkak të polifenoleve të pranishme në mollë, të cilat neutralizojnë erën e hudhrës duke zbërthyer substancat që e krijojnë atë, ndërsa acidet në lëngun e limonit munden të kenë të njëjtin efekt.